Kurani fton në përmendjen e Allahut. Në ajetin 152 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj dhe më falenderoni mua e mos i mohoni mirësitë e mia. Ky ajet i begat përmend 3 urdhra kryesor nga Allahu fuqiplot. Urdhri i parë thot: më kujtoni mua, dhe kuptimi i tij është që ta përmendim Allahun me namaz, me lutje, me dhikr, përmendje me gjuhë dhe zemër, dhe me bindje dhe vepra të mira. Në këmbim të përmendjes tonë, Allahu thot se unë do t'ju kujtoj ju. Kur robi e kujton Allahun, Allahu e kujton atë me mëshirë, me ndihmë, me udhëzim, me shpërblime në këtë botë dhe në botën tjetër. Urdhri i dytë i këtij ajeti është: falenderoni dhe mos mohoni mirësitë e mia. Që do të thotë të jemi mirënjohës Allahut, krijuesit tonë, të jemi mirënjohës për jetën, për shëndetin, për familjen, për furnizimin dhe për besimin. Urdhri i tretë: mos i mohoni mirësitë e mia, thot Allahu. Që do thotë se mos mirënjohja nuk është vetëm me fjalë, por edhe kur i përdorim mirësitë për gjëra të ndaluara dhe kur tregohemi mos bindës ndaj Allahut për mirësitë që na ka dhënë dhe na jep. Nga ky ajet kuptojmë se marrëdhënia me Allahun është dyanshme. Kur ti i afrohesh atij, ai të afrohet ty. Përmendja e Allahut sjell qetësi në zemër. Mirënjohja shton begati. Mosbindja mund të bëhet shkak për humbjen e mirësive. Ky ajet na mëson se përmendja e Allahut nuk humbet kurrë. Çdo vepër e mirë vlerësohet. Mirënjohja është çelësi i shtimit të begative. Lidhja me Allahun është burimi i suksesit dhe i lumturisë në të dy jetët. Prandaj, afroju Allahut me zemër të sinqertë dhe ai do të kujdeset për ty.